Dita e verës është njëra ndër festat që të bën të ndjesh nostalgjike në çdo kohë. Sepse nuk është thjesht festë, është emocion. Është emocion dhe të bën të ndjesh fëmijë edhe pse je në moshë madhore ose në pleqëria, ku di unë. Unë si gocë e vogël e mbaj mend që gjithmonë për ditën e verës ne bëheshim gati një javë ose 10 ditë më herët. Fillonim pastronim në shtëpi, lyenim në shtëpi, muret e oborrit. Pastaj mami fillonte me blerjen e ushqimeve të cilat do t'i duheshim për përgatitjen e drekës tradicionale për datën 14 mars, si dhe për ëmbëlsirën tradicionale që është mbretëresha e ditës së verës, pra për bollokumet. E prisshim me shumë dëshirë dhe edhe pse ndoshta në kohën e vigjilisë sime nuk kanë qenë kushtet financiare, materiale aq të mira si sot, prap prindrit gjenin mundësi që të gjithë të na blenin nga një fustan të ri apo nga diçka të re, sepse ardha e pranverës, pra kjo festë në mesin e marsit në datën 14, simbolizon për shqiptarët e Shqipërisë, simbolizon rilindjen, gëzimin për ardhjen e një pranvere të re, një stine të re, që si thua ndërpren dimrin, e shkelmon e gjuan atë tej dhe tashmë rigjallërohet natyra, rigjallërohet jeta, njerëzit bëhen më të këndshëm, më të dashur, sepse ne e dimë ndikimin e natyrës tek njeriu, ndikimin e diellit, të shiut, të ftohtit apo të ngrohtit. Prandaj edhe është një festë shumë gazëllyese, të cilën ne e donim shumë. Çdo ditë vere, mami na përgatiste pakot, në të cilat vendoste një moll, një portokall, disa sheqera, bombone, nga një palë çorape, nga një veshje të vogël, dhe këto pako na i bënte për të katërin e fëmijët dhe sigurisht aty nuk mungonte as hisja ose racioni i bollokumeve, të cilat ajo i qa me shkrim. Në pamje të parë duken sikur janë gurabia, por ato janë shumë larg, janë si dy botë krejtësisht të ndryshme me këtë që sapo përmenda. Dhe bollokumet më të mira bëhen në Elbasan, pasi aty ka mbetur tradita. Dhe sado që dikush tjetër, ndonjë ambis tjetër nga ndonjë qytet tjetër të përpiqet, prap nuk e arrin dot, sepse në Elbasan i bëjnë çdo vit. Dhe sigurisht që aty krijohet përvoja dhe ja marrin dorën përgatitjes. Janë shumë të veçanta për faktin se bëhen me bulmet bio, pra me gjalp të pastër, të përgatitur në fshat, me duart e vet personit që e merret me traditën e bulmetit, pastaj dhe vezët i do po ashtu të jenë sa më të freskëta, me miell misri i cili duhet të bluhet 2 herë, domethënë të jetë më i imët, si dhe me sheqer i cili po ashtu nuk duhet të jetë ky sheqeri që ne përdorim zakonisht, por edhe ai të jetë i imët. Jo sheqer pluhur, por sheqer më i imët se sa ky përdorimit të zakonshëm. Dhe unë mbaj mend si fëmijë kur ne në datën 12, në datën 11 mars, fillonim dhe i përgatisim bollokumet në një enë të madhe prej bakri, e cila duhet të përziej me një lugë të madhe druri. Duhej ena e bakrit në mënyrë që vezët të shqiteshin dhe të mos ngjiteshin në muret e enës, e cila mund të jetë edhe për shembull e qelçit ose e metali tjetër, por ajo e bakrit e bën më të mirë, sepse i kristalizon dhe i lidh me njëra tjetrën të gjithë përbërësit. Prandaj thash edhe më herët që mund t'i bëjmë edhe ne sot, por nuk i bëjmë dot si duhet sepse ato ena tradicionale nuk i kemi. Është pak ëmbëlsirë nazelie, pasi një lugë të ketë më tepër apo më mangët se sa masa e duhur, ajo nuk e arrin atë formën e plotë. Po ashtu edhe tek pjekja, tek temperatura, do një vëmendje të posaçme. Domethënë, që t'ja vë pikën, si në Elbasan nuk bëhen askund. Unë kam provuar përpara luftës, sepse më merrte malli për bollokume, nuk kisha mundësi të shkoja, t'i haja, t'i vizitoja prindërit dhe provova t'i bëj, por mua më mungonte mielli misrit i bluar 2 herë, më mungonte sheqeri pak më i imët, kështu që rezultati nuk mbeta e kënaqur. Domethënë ato dolën gurabie me gjalp, nuk dolën bollokume. Çdo herë Nita, çdo herë. Pavarësisht se viteve të mëhershme për shembull kam pasur fëmijët e vegjël dhe marsi është i ftohtë, ka pasur edhe borë këtu në mars, po unë prap kam shkuar.
Vetëm në rast se qëllon në mesjavë, dita e verës, sigurisht që kam pamundur sepse jam në punë, por prap se prap, kurdo që shkoj, një javë përpara apo një javë më pas, unë e di që racionin tim të bollokumeve kam jo vetëm të ruajtur, por edhe të dyfishuar, sepse prindrit e dinë që unë kam dëshirë të marrë me vete, disa i ndaj edhe me miq, edhe me mike të mira, të cilat më japin amanet, aman Migena një bollokume të ma sjellësh, por jo të blerë nga duart e nënës tënde, sepse ka shumë njerëz që kanë shkuar në Elbasan në Shqipëri dhe kanë blerë bollokume. E kam blerë në trotuar, e kam blerë në kiosk. Ato janë mashtrim. Nuk kanë asgjë të bëjnë në ëmbëlsirën për cilën po flasim. Në fakt, ceremonia fillon që në mbrëmjen e datës 12 mars, kur përpara se fëmijët të shkojnë të flenë, nëna kujdeset që mbi shtratin e tyre të hedhë gjethe të pemëve që sapo kanë dalë. Sigurisht në Elbasan, në Shqipërinë e Mesme, pranvera vjen pak sa më herët se sa këtu, prandaj gjethet e para kanë dalë, lulet e para, luledelet, ose zymbylat, fijet e barit, dhe secila krye familjare kujdeset që të mbledh nga do dhe t'ju hedh fëmijëve në shtrat, dhe ky është një rit tradicional në mënyrë që domethënë vera e si vjetshme të shkojë sa më mbar, ata të rriten, të bëhen të freskët, të gjallë, sikurse këto bimësi. Mandej në mëngjes apo zgjohen, të gjithë kanë për detyrë që të shkojnë të lahen me ujë të freskët dhe këto ta bëjnë në mënyrë kështu sa më të organizuar, domethënë jo një nga një, dhe të vendosin tu tek bryli i dorës, të vendosin atë që neve e quajmë verore. Veroria bëhet me 2-3 fije, pe, i cili mund t'jetë edhe i hollë dhe i trash, vetëm se të jenë të ngjyrave të ndryshme. Për shembull, një fije e bardhë, një gjelbër, një roz e kuqe, ato pastaj bëhen si gërshet, domethënë spërdridhen me njëra tjetrën dhe lidhen. Veroria lidhet këtu tek dora dhe mbahet derisa fëmia i riu ose i rrituri, sepse nuk ka mosh, derisa të shoh dallëndyshen e parë, e cila nuk vënon shumë, mund të vënojë 2-3 javë ose një muaj. Ajo jeton, rri edhe më gjatë. Dhe mandej sa po shihet dallëndyshja e parë, pra jo çdo lloj shpendi, vetëm dallëndyshja, atëherë e heqin dhe e hedhin diku në një pemë, në një lule të lartë ose në oborrin e shtëpisë ku ka pemë ose gjelbërim. Po ashtu ka dhe rrite të tjera, për shembull rriti i zgjerrjes së vezëve, të cilat familje të ndryshme i bëjnë edhe me ngjyra, me lule, dhe veza simbolizon atë shëndetin e plot, rrumbullaksin. Prandaj edhe këto vezë ju jepen fëmijëve në mënyrë që ata të bëhen të rrumbullakët, të shëndetshëm, të bardhë, ashtu sikurse është kokra e vezës. Pastaj, pasi bëhen këto gjërat, secili vishet me rrobat e reja, të cilat ja ka bler familja, ose me rrobat më të zgjedhura që ka në dollapin e tij, vishen, krihen, vajzat vendosin lule nëpër flok, lule dele ose lule të tjera, të cilat simbolizojnë natyrën, dhe mandej kur vjen koha e drekës, tryeza mbushet plot. Pavarësisht se për shembull në kohë të mëhershme gjenda financiare nuk ka qenë ajo e duhura, prapse prap dreka e ditës së verës ka qenë shumë e larmishme. Se ku i gjinin njerëzit mundësinë për ta mbushur atë tryezë plot është e çuditshme. Unë sot kur e mendoj, them si është e mundur që të gjitha i bënin, pavarësisht se i kishin mundësitë e limituara, sepse sot për shembull është shumë lehtë. Tryeza mbushet plot me të gjitha ushqimet, duke filluar nga sallatat, bulmeti, djathi, mishi, tavat e ndryshme, tava e Elbasanit, e cila po ashtu është njëra prej gatimeve tradicionale. Buka e përgatitur vetë, dhe fruta po ashtu, gjë e cila tregon se secila familje prezanton bollëkun dhe prodhimet e gatuara vetë me duart e anvisës, me duart e gocave të shtëpisë. Kjo është një rit që tregon se nga shtëpia duhet të dalë mirësia. Bollëku, bereqeti duhet të dalë nga shtëpia, sepse shtëpia, familja është celula kryesore që secili individ të ndjehet mirë dhe i plotësuar në jetë. Sot për shembull unë e di që ka shumë familje që dalin në periferi, drekojnë në restorante, dhe në kuadër të modernizmit shumë gjëra janë ndryshuar, por prapsi pra familje tipike elbasanase shpeshherë drekojnë në shtëpi dhe pastaj dalin diku tjetër për të shëtitur.
Ose mbaj mend për shembull edhe raste kur ne i kemi përgatitur në shtëpi dhe të gjitha i kemi marrë me vete nëpër çanta dhe kemi shkuar në pika të ndryshme në periferitë e Elbasanit, si për shembull në Krrab, që ka qenë rruga e vjetër Elbasan-Tiranë, ose në afërsi të malit të Çikës, që është një mal në të dalë të Elbasanit, në drejtim të Librazhit, në Byshek, një tjetër pikë turistike, dhe imagjinoni tani në Lëndin, në barin e ri që sapo ka dalë, të shtrohet një ambulesë, që këtu në Gjakovi themi sofrabes, dhe të nxjerrin aty të gjitha produktet, dhe dreka të shijohet me shumë hare, me shumë biseda, me shumë humor. Unë kam shumë nostalgji për ato kohra. Sigurisht se bashkisë së Elbasanit i bie një barre madhe pasi atë ditë në këtë qytet dynden qytetar banor nga e gjithë Shqipëria, bile dhe nga Maqedonia, tashmë dhe nga Kosova me kryerjen e tunelit, dhe Elbasani atë ditë lirisht mund të them se popullohet dyndet nga 1 milion banor, dhe që të gjithë kanë dëshirë të shohin, të prekin, të vrejnë me sytë e tyre se çfarë është kjo. Prandaj aktivitetet fillojnë nga mëngjesi i hershëm, nga ora 9-10, ku fëmijët e shkollave dalin dhe bëjnë karnevalin, ata vishen me maskota si të personazheve të filmave, dhe dalin dhe parakalojnë në qendrën e qytetit, që është një rrugë shumë e madhe, shumë e zgjeruar, po ashtu del edhe banda e qytetit, banda e bashkisë, e veshur me atë veshjen e kostumit zyrtar, me instrumentet muzikore, me flamurin shqiptar sigurisht, dhe këndojnë këngë të ndryshme, duke filluar që nga këngët e mësojtore së parë shqipe, pastaj të korit Lira të Korçës, dhe muzikë të ndryshme, muzikë e cila i referohet civilizimit, qytetërimit, jo vetëm të sotëm, por edhe të kohërave që nga rilindja e këtej. Sikur se e vrejte, dy gjëra janë kryesoret, janë familja dhe kuzhina, nga e cila atë ditë dalin aroma nga më të ndryshmet, dhe natyra. Do të thënë, familja dhe natyra atë ditë janë kryefjala e gjithçkaje, sepse pikërisht duke dalë gjithçka nga familja, produkti final është natyra, rigjallërimi i saj. Thuhet se dita verës është festë pagane, festë e cila do më thënë daton që nga mirëvjeçarët e hershëm, kur shqiptarët kishin emrat e pararendzëve të tyre, Arbër, Ilir, pse jo dhe Pellazg, prandaj kjo është një festë shumë e vjetër. Bile dua të shtoj se kjo diktatura moniste në Shqipëri largoi, hoqi nga përditshmëria e shoqërisë shqiptare shumë gjëra që i pengonin. Por festën e ditës së verës nuk mundi ta heq. Kjo për faktin se populli e shënonte. Pavarësisht se ndoshta dikujt mund të mos i pëlqente, prapse populli e shënonte. Këto festa në një farë mënyre tregojnë se kalendaret zyrtare nuk janë të vetmet festa, por janë edhe ato që populli ka trashëguar peshekujve. Në një intervistë që kam dhënë përpara një 2-3 vjetësh në një televizion kombëtar në Prishtinë, u kyçën disa telefonues këtu nga Kosova sigurisht, dhe ata thanë, një 2-3 prej tyre thanë, edhe gjyshja ime tregon se kanë organizuar këtë festë në Zym. Një tjetër tha, edhe në Ferizaj e kanë festuar sepse më ka treguar dikush nga paraqesit e tij. Por sigurisht se këto janë festat tona të përbashkëta, por dikush i ka ruajtur më me fanatizëm, dikush i ka harruar, por prapse së dita e verës është festë kombëtare në Shqipëri, nuk është vetëm ditë e Elbasanit. E ka të drejtën e qytetarisë për këtë festë Elbasani. Sado që tashmë është festë kombëtare, mundohen ta zbukurojnë Tiranën, kryeqytetin, sepse është kryeqyteti zyrtar, por kryeqyteti i ditës së verës është Elbasani. Unë do të shtoja dhe diçka në lidhje me muzikën e Elbasanit, muzikën e Shqipërisë së Mesme, sigurisht të Jusuf Mizyrit, këngë të cilat sado që kanë kaluar vite, sado që sot korat prodhojnë muzikë të trendit, prapse këngët e vjetra, jo vetëm që nuk po humbin, por merren dhe këndohen nga zëra të rinj, dhe unë shpeshherë kam përshtypjen se festa e ditës së verës, muzika, këngët e Jusuf Mizyrit dhe shumë gjëra të traditës janë njësoj si kalaja e Elbasanit, që sado që kalojnë korat, ajo është aty.
nuk ka kohë që e shem. Prandaj dhe Kalaja Skampini është në një farë mënyre madhështia e këtij qyteti, të cilit pastaj i bashkohen edhe festat, bujaria e njerëzve dhe shumë çka tjetër. Që nga bërë mirë vërtet. Tek ne ekziston edhe një urim, një shprehje frazeologjike uruese, sigurisht për vajzat, për femrat, të cilave shpeshherë ju thuhet u bëfsh si një bollokume. Domethënë rrumbullakët, e fryrë, me shumë shije, me shumë kështu pamje estetike.